Paqja me ju miq, ndjekës të këtij kanali dhe ju vëllezër dhe motra në Krishtin. Sot do flasim pikërisht për mësimin e 4 në radhë të temës luftës shpirtërore. Do flasim pikërisht për fuqinë e brendshme prej lutjeve. Kujtojmë që këto mësime janë nga Bibla, prej teologjisë së krishtere protestante ose ungjillore. Dhe përpara se të fillojmë, le të bëjmë hyrjen që e bëjmë në çdo seri, për ata që nuk na kanë ndjekur dot që prej fillimit. Lufta shpirtërore, sipas fjalës së shenjtë, është një betejë midis të mirës dhe së keqes, ku njeriu përballet me fuqi shpirtërore të errta, së brendshme dhe së jashtme. Disa nga këto fuqi të errta njihen si tundimi, dyshimi, frika apo gënjeshtra, të cilat synojnë shkatrimin e gëzimit në jetë, qëllimeve për jetën apo të marrëdhënieve tona. Në këtë seri mësimesh do të shohim se si mund të qëndrojmë në këtë betejë shpirtërore si besimtar në pozicionin e fitimtarit, ndërsa ata që nuk janë në besim, por në kërkim të së vërtetës, do të fitojnë një uri shumë të vlefshme për jetën, nga urtësia e përjetshme e Biblës. Dhe fillojmë pa humbur kohë, pikërisht lufta shpirtërore, fuqia e brendshme përmes lutjeve. Dhe lexojmë nga vargu prej librit të Letra e Efesianëve, pra Bibla janë 66 libra, një prej tyre në Testamentin e Ri është pikërisht Letra e Efesianëve, ku na shkruhet në kapitullin 3, vargu 20. Tani atij që, pra flitet për Perëndin, atij që sipas fuqisë që vepron në ne, mund të bëj jashtëmase më tepër nga sa kërkojmë ose mendojmë. Pra, shohim në këtë varg të dashur miq që për sa i përket lutjeve, fjala e Zotit na mëson që lutja së pari nuk është një ritual, madje vetë Jezu Krishti thotë që kur të lutemi mos të bëjmë përsëritje të kota. Si jo besimtarët thotë ai, sepse jo besimtarët ose paganët, sikurse siç thoshën atë kohë, i përsërishin shumë shpejt ato fjalët, ato ritualet, pra shpesh, sepse kështu kujtonin që Perëndia do i dëgjoj. Kur Jezus i mëson që Perëndia, pra aty në qiellor, i di gjërat që ne do i shprehim edhe para se ne t'ia shprehim atij në lutje. Pra Perëndia i di të gjitha, është i gjithdijshëm. Ky është një prej emrave të tij në Bibël, i gjithdijshëm. Dhe ai di jo vetëm çfarë ne kemi për të thënë, apo çfarë kemi për të bërë, por di edhe qëllimet e zemrës tonë. Pra sa të sinqert dhe të drejtë jemi përpara tij. Kështu që Bibla mëson që lutja mbi të gjitha është komunikim për Perëndin. Pra i në thërret që t'i lutemi, sepse është një praktikë shpirtërore lutja, që edhe na ndihmon kur ne komunikojmë me Perëndin. Pra diku tjetër na thuhet në Bibël që hidhini mbi Zotin, thot, barrët tuaja dhe ai do t'i mbajë to, sepse ai merakoset për ju. Pra Perëndia ati qellor na thërret edhe t'i mbajmë barrët, pra më falni, t'i japim barrët tona atij. Dhe ai premton që do t'i mbajë. Sepse ai dëshiron më të mirën për ne, ai dëshiron një liri në jetën tonë. Dhe na ka dhënë pikërisht lutjen që ne të shirojmë këto barë, duke ja lënë atij. Një varg tjetër thotë: mos u shqetësoni për asgjë, por në gjithçka parashtrojeni kërkesat tuaja Perëndis, me anë të lutjeve, thotë, përgjërimeve, falënderimeve që janë prapë pjesë e lutjes. Edhe paqja e Perëndisë ja t'i kalon çdo zgjuarësi, thotë, do t'i ngushëllojë mendjet tuaja dhe zemrat tuaja në Krishtin Jezus. Pra, Perëndia jep paqen e vërtetë, që çdo shpirt njerëzor kërkon. Edhe ata që nuk janë besimtarë këtë paqe kërkojnë, të dashur miq. Dhe ne si krishterë kemi detyrimin moral. Jo t'japim paqen, se ne nuk japim dot, po t'i themi të vërtetën. Të paqe mund ta kenë nëse ata kërkojnë Zotin me gjithë zemër. Pra kthehen nga rrugët e tyre të padrejta
nga kotësia e kësaj jete, që nuk t'jep kuptim, dhe shkojnë tek jeta me kuptim. Dhe kuptimin kjo jetë e merr tek e vërteta, që është fjala e Perëndis. Pra tham, lutja nuk është ritual fetar, lutja është komunikim me Perëndin. Ne i flasim Atit qiellor, lidhemi me të, por edhe marrim prej tij. Marrim, si thua, drejtim për jetën tonë. Dhe ai na drejton gjithmonë sipas parimeve që jep fjala e tij me shenjë, sepse Perëndia ka folur. Dhe fjalën e tij e kemi tek librat e shenjtë, që është Bibla. Që prej fillimit fjala e tij nuk ka fund, nuk ka mbarim, është e përjetshme. Por është regjistruar në këtë epokë ne jetojmë përmes profetëve, apostujve, dhe sot ka për detyrë ta predikoj kisha fjalën e tij. Dhe mos harrojmë, kisha janë thirrurit, nuk janë institucione fetare apo godina, ne njerëzit i bëjmë këto gabime. Kisha janë thjesht të thirrurit e Zotit për të jetuar në dashuri dhe në të vërtetë. Dhe vërteta e tij na thot edhe këtë pikën e tretë të lutjes, që na mësojnë që lutja është fuqi. Pra lutja ka fuqi. Lutja na jep një fuqi të brendshme, sepse na lidh me Perëndin. Ku ne i lutemi Zotit me gjithë zemër, ne hapemi shpirtërisht dhe mbushemi me paqen që na thot ai, që atë kalon çdo zgjuarësie. Pra lidhemi me diçka të mbinatyrshme, që është prania e tij, që mund të aksesohet nëpërmjet lutjeve. Pra lutja është një instrument të dashurisë, është mjet që Perëndia na e ka dhënë për të lidhur me të. Dhe teksa mbushemi me këtë paqe të Perëndisë, sepse Perëndia është Perëndi i paqes, një tjetër emër i tij në Bibla, në javën e vjetër hebraike na thotë është Shalomi. Është paqja, domethënë Shalom nuk është thjesht një në hebraishte, nuk është thjesht një paqe siç e përdorim ndonjëherë në shqip, që ne kemi marrë latinisht, pace, që thonë italianë. Dhe nuk e dim kuptimin, Paqja është pikërisht, do të thënë në gjuhë teknike, një frekuencë tjetër e jetës tonë, ku Perëndia na mbush shpirtërisht me praninë e tij, dhe kjo praninë na vjen nëpërmjet paqes. Dhe na bën që mendja jonë punon në një tjetër dimension, një tjetër frekuencë, dhe na çliron nga çdo barr që ne marrim gjatë ditës. Pra në lutje ne mund t'ja lëmë barrët Perëndis, dhe Perëndia jo vetëm që merr këto barë të rënda, por na mbush me freski, le të themi. Dhe kjo freski është paqja e tij, është si lulet, si gjithë krijimi të dashur, miq që na ndiqni, nëse mbajmë mend nga shkolla, për shembull pemët. Perëndia ka krijuar bimësinë, dhe ne dim nga libri i Zanafillës, pra u krijua para kafshëve, shpendëve me radhë, kurse njeriu është krijuar bashkë me kafshë. Dhe sipas imazhit të Perëndis, pra qenia e vetme krijuese në këtë planet. Dhe bimësia është krijuar jo vetëm si ushqim, por është krijuar për të kryer dhe atë fotosintezën. Pra bimët janë ato që thithin dioksid karboni, kemi mësuar në shkolla, dhe lëshojnë oksigjen. Pra pa bimësinë nuk kemi ajër të pastër. Po kujdes, çfarë na thuhet që ta përmendim? Pra bimët, le të themi gjethet e pemëve, thithin dioksidin e karbonit, pra thithin pa pastërtinë, dhe na japin oksigjenin që ne të mbushemi me ajër të freskët, me ajër të pastër. Në një formë të ngjashme, bën dhe Perëndia nëpërmjet nesh me anë të lutjeve. Pra i merr dioksidin e karbonit dhe na jep oksigjen. Merr barrët e mëkatit, barrët e fajit, lodhjen, pikëllimet e ditës, dhe çdo ditë ka pikëllim, na thotë Shkrimi i Shenjtë. Çdo ditë i mjafton pikëllimi i saj, thotë Jezusi. Pra në këtë jetë do kemi mundime, se jeta është në robërinë e këtyre fuqive të errta që po flasim. Njerëzit janë mëkatarë sepse janë pikërisht të fuqi të errta që ndikojnë tek çdo njeri, dhe duan që njeriu ta shkatrojnë në vetvete, dhe të shkatrojnë dhe marrëdhëniet e njeriu me njëri tjetrin. Dhe i ligu, pra Satani, do thotë kundërshtari i Perëndis, kundërshtari i vërtetës, pra gënjeshtra, dëshirojnë të shkatrim ta sillin më së pari te familjet tona. Pra ta shkatrojnë njeriu që mos ketë një familje, mos gëzoj bashkësinë. Në kish gjithashtu lufton i ligu. I ligu është kundra bashkësisë. Po dëshiron atë individualitetin, individualizmin që sot është më në modë se kur individualizmi. Individualizmi pastaj e çon njeriu në egoizëm, dhe egoizmi e çon njeriu në izolim, dhe izolimi në shkatrim.
Pra Satani, pra i ligu që njeriu të vetmuar. Ndërkohë që Perëndia dëshiron që njeriu të jetë i ndërlidhur, sepse kështu e ka krijuar. Të jetë në fillim i ndërlidhur me të dhe i ndërlidhur dhe me të tjerët. Perëndia ka krijuar njeriu si një qenie komunitare, në bashkësi si gjithë natyra, gjithë krijimi i tij. Dhe jo më kot ligji i tij, gjithë plotësimi i ligjit të tij është të duash Zotin Perëndin tënd, me gjithë mendje, me gjithë zemër, me gjithë forcë dhe me gjithë shpirt. Dhe të duash dhe tjetrin si veten tënde. Dhe të dyja këto janë të lidhura. Nëse do Perëndin, do duash dhe tjetrin. Nëse nuk do tjetrin, nuk e do dhe Perëndin. Jo më kot vetë Jezusi thot, nga dashuria që keni për tjetrin, do dalloni që jeni dishepujt e mi. Dhe gjithë plotësimi i ligjit thon apostujt është jetoni në dashuri. Pra nëse nuk duam Zotin, Perëndin ton të vërtet, dhe që ta duam më parë duhet ta njohim, prandaj na ka dhënë fjalën ai që ta njohim. Vetëm atëherë mund të duam dhe tjetrin. Por që ta njohim atë, pa me njohim nëpërmjet fjalës së tij, por që ndërtojmë marrëdhënien me të. Duhet komunikojmë me të, dhe si komunikojmë me të? Komunikojmë me anë të lutjeve. Dhe kur komunikojmë me të, ne afrohemi me të. Bëhemi pjesë e tij. Ndriçohemi, le të themi, mbushemi me këtë ajrin, me këtë paqen që ai jep. Dhe teksa kemi këtë paqe të brendshme, që është fuqi në njëkohësisht, atëre me të gjithë njerëzit që do kemi të bëjmë, do i përcjellim pikërisht të dritë të Perëndisë, të paqe të tij. Dhe do jemi paqebërës. Dhe jo më kot vetë Zoti Jezu Krisht thotë lum paqebërësit, sepse ata do të quhen bitë të Perëndisë. Por shikojmë çfarë thotë shkrimi. Teksa kemi këtë marrëdhënie me Perëndin që fillon me fjalën e tij dhe forcohet me lutjet, atëherë thotë ju do keni fuqi. Sepse fuqia vjen nga Zoti. Dhe sipas kësaj fuqie thotë që vepron përbrenda jush, thotë, përbrenda nesh, thotë. Ju thotë mund të bëni jashtëmase, kujdes, jashtëmase më tepër se sa kërkon ose se sa mendon. Pra ky është ai besimi që Jezusi thotë, po të keni besim sa një far sinapi, do i thoni malit lëviz dhe hidhu në det dhe mali do të bindet. Pra ai thotë fizikisht që ta kuptojmë ne, jo se ne mund të lëvizim malet, se malet janë pjesë e krijimit të Perëndisë. Vetëm Jezusi i bënte këto mrekulli. Fashiste stuhit, shufishonte bukët e të tjera. Ne nuk i bëjmë dot, sepse te Krishti banonte gjithë plotësia e Perëndisë. Kurse ne jemi thjesht të lidhur me Perëndin dhe Perëndia mund të na përdori nëse ne forcojmë të marrëdhënie me të. Pra, Perëndia është forcë. Dhe mbreti dhe profeti David thoshte të dua forcë dhe të dua Zot forca ime. Dhe këtu apostulli mira vitën pas thotë, kjo forcë është në ju, kjo fuqi, që ushqet dhe fuqizohet me anë të lutjeve, teksa besimi rritet përmes fjalës së shenjtë, sepse besimi vjen nga dëgjimi nga fjala e shenjtë, pra rritet besimi, pastaj rritet raporti me anë të lutjeve, atëherë ti fiton këtë fuqi të brendshme, dhe kjo fuqi është e gjallë dhe vepruese. Dhe nëpërmjet kësaj fuqie që të vjen nga Perëndia, jo nga vetja, sepse ne jemi shumë kufizuar. Ti thot shkrimi mund të bësh jashtëmase më tepër se sa ti kërkon të bësh, ose kërkon në lutje, dhe mendon të bësh. Pra siç është Perëndia e pa kufizuar, edhe ti mund të veprosh në mënyra të pa kufizuara. Po kujdes, nuk po flasim për gjëra magjike. Sepse në fund ajo që do bëhet është vullneti i Perëndisë. Pra edhe njerëzit që kryejnë mrekullia, që kryejnë dhe shërime, kemi parë shërime në Kish, shërime nga kanceri, kemi parë të paralizuar në Kish, që shërohen. Kemi parë mrekulli të ndryshme që ndodhin në Kish. Perëndia i bën për një qëllim të vetëm, që njerëzit të besojnë. Të besojnë që Perëndia është. Por tashmë që fjala e Perëndisë, Ungjilli i Krishtit është hapur në gjithë botën, fuqia që vepron në ne më së shumti na shtyn që ne të ndajmë të vërtetën. Të ndajmë që ja, ky është Perëndia. Dhe njerëzit mos të harrojnë. Të inkurajojmë ata që janë besim, po edhe të shpallin fjalën e së vërtetës edhe atje ku njerëzit s'e kanë dëgjuar. Por gjithmonë kur ndodhin mrekulli do ndodhin atje ku njerëzit nuk e kanë dëgjuar fjalën e Perëndisë.
sepse duhet që atyre të tërhiqet vëmendja, që diçka e mbi natyrshme ndodhi. Dhe pastaj ti shpallet e vërteta, ti shpallet Ungjilli i Jezu Krishtit për shpëtimin, për faljen e mëkateve. Perëndia e pagoi në kryq çmimin e mëkatit tënd që ti të jetosh këtë jetë e re që të çon në përjetësi. Lavdi Zotit. Dhe që ta përmbledhim dhe ta thjeshtësojmë, sepse gjërat më të bukura janë ato më të thjeshta, dhe Perëndia gjithçka e ka bërë të thjeshtë për ta kuptuar, por besimi kërkohet te kjo thjeshtësi. Kërkohet vetëm besim. Dhe më kot një nga njerëzit më të urtë që ka jetuar në këtë botë, mbreti Salomon, që urtësinë e tij e kishte prej Perëndis, ku Perëndia u shfaq dhe bekoi pikërisht me urtësinë që ai kërkoi si një mbret. Ai thotë, Perëndia ka krijuar gjithçka të përkryer, gjithçka të bukur, thotë. Ka mbyllur dhe përjetësi në zemrën e njeriu. E ka zemër që kërkon. Por ne njerëzit thotë kemi shpikur marifetet. Pra njeriu gjithmonë shpik marifetet. Që si mos të besoj, si të largohet nga Zoti. Pse? Sepse mos të harrojmë, jemi në këtë luftë shpirtërore permanente për ditë. I ligu nuk flet. Edhe në kohën e komunizmit ne kemi pasur një shprehje atëherë, thoshin armiku nuk flet. Lumi flet, thoshte armiku nuk flet. Pra, patjetër që vjen nga Bibla dhe kjo, se dhe komunizmi, por nëse nuk do të flasim për komunizmin, por një prej ideatorëve të tij ishte i krishterë dhe ka marrë Biblën dhe hartoi atë doktrinë komuniste, pra jeta komunitare, këto gjëra, por gjithsesi është thjesht një mësim i gabuar, një mësim i rrem, në Bibël njihen si profetë rrem, dhe ne pam që komunizmi solli vetëm vdekje dhe trishtim. Prandaj fjala e Perëndis nuk duhet transformuar me marifete, bëhet doktrinë politike, doktrinë ekonomike. Më kuptoni? Fjala e Perëndis është e thjeshtë. Dhe është si një letër dashurie për secilin nga ne, që Perëndia të do, erdhi vetë në Krishtin për të paguar për mëkatet e tua. Sepse paga e mëkatit është vdekja, por nëse beson të plan të Perëndis për shpëtimin tënd, ti ke jetën e përjetshme. Dhe po mirë thash edhe jetën e perëndishme, sepse nëse beson, Perëndia të vulos me fuqinë e frymës së shenjtë, dhe ti je i lidhur me krijuesin tënd, Atin qellor. Dhe ai, fryma e shenjtë, do të drejtojë te çdo e vërtet që fjala e tij jep. Për këtë shkruan dhe apostulli Paul. Shohim te ky shkrim një lutje të Paulit, kur ai lutet për forcë. Pauli lutet që pikërisht Perëndia Efesianëve, pra Efesi është një qytet në Turqinë e sotme, në atë kohë nuk ekzistonte Turqia, ishte tjetër tokë. Dhe i flet pikërisht kishës në Efes që ata të forcohen, më saktë lutet që ata të forcohen me fuqi nëpërmjet frymës së Perëndis, pra frymës së tij në njeriu e brendshëm. Na thotë kjo tek Efesianëve 3:16. Dhe ky është jo vetëm vullneti i Paulit, sepse na thuhet që asnjë fjalë në Bibël nuk është shkruar nga urtësia njerëzore, por janë të gjitha profeci të shkruara nga frymëzimi që ka dhënë fryma e shenjtë, që është Perëndia. Pra ati birit e fryma e shenjtë është një Perëndi që ne të krishterët besojmë. Pse e bën Pauli këtë lutje? Që besimtarët forcohen me fuqi nëpërmjet frymës së shenjtë në njeriu e brendshëm. Njeriu i brendshëm është shpirtërori. Njeriu i jashtëm është fiziku. Pra ne shohim njeriu e jashtëm, por ama kemi edhe njeriu e brendshëm që është shpirti ynë. Dhe funksioni i jashtëm, pra si rasti konkret, shqisat, e folura, lëvizjet që u bëj për shembull, janë funksione që jep njeriu i brendshëm. Prandaj Bibla njeriu e personifikon me zemrën. Çfarë mendon njeriu në zemër, ashtu është ai njeriu. Pra Pauli bën pikërisht këtë thirrje që të krishterët të forcohen me njeriu e brendshëm nëpërmjet frymës së Perëndis, që shtohet kur ne shtojmë komunikimin me Perëndin, fuqizojmë marrëdhënien me të, me anë të lutjeve. Lutja e përsërisëm është arma kryesore në këtë betejë shpirtërore. Paralel me lutjen vjen shkrimi i shenjtë, që ne po e mësojmë. Pra lutjet dhe shkrimi i shenjtë janë si dy krahët për të krishterin. Shumë një zog nuk fluturon dot në një krah, i duhen dy krah. Një avion gjithashtu. Ose kur notojmë me një dorë, nuk notojmë dot. Njësoj dhe për të krishterën, jeta e të krishterit është gjithmonë me lutje dhe me fjalën e Perëndis.
leximi i shkrimit të shenjtë, meditimi mbi fjalën e shenjtë dhe sa më shumë lutje. Kjo do të thotë, pra atë që tha vetë Jezusi, që adhuruesit e vërtetë, atë qellor janë ata që duan në frymë dhe në të vërtetë. Dhe frymën e marrim kur forcojmë të raport me Perëndin, të marrëdhënie. Dhe Pali e bën këtë lutje për kishën e Efes sepse lufta shpirtërore kërkon forcë të brendshme, jo vetëm njohuri. Pra do thotë, njohuria është kur ne dim fjalën e shenjtë. Dhe ka shumë besimtarë sot që dim Biblën, por nuk janë të fortë. Pra jetojnë në të vërtetë, por nuk jetojnë në frymë. Jetojnë me një krah. Dhe duan të notojnë me një krah, por nuk noton dot me një krah, ose të fluturosh me një krah. Në frymë dhe në të vërtetë. Që do thotë jemi të mbushur me frymën e shenjtë, kemi një jetë të fortë në lutje. Dhe jo vetëm njohurinë e shkrimit të shenjtë. Por një njëjta gjë vjen edhe anapull. Pra nëse lutemi shumë, por nuk kemi shkrimin e shenjtë, atëherë kujt Perëndia po i besojmë? Sepse Perëndia është zbuluar vetëm në fjalën e Tij të dashur vëllezër dhe motra. Në shkrimin e shenjtë, në Bibël. Dhe së dyti çfarë mund të mësojmë në këtë aspekt të lutjes është që ajo që thot po apostulli Paul tek Efesianëve 3:18-19 dhe le ta lexojmë, thot si vazhdim i pjesës së parë, pra që të forcoheni me fuqi nëpërmjet frymës së shenjtë me njohurinë e brendshëm, thot dhe qëllimin e këtij forcimi, thot që të mund të kuptoni së bashku me gjithë shejtorët se cila është gjerësia, gjatësia, thellësia dhe lartësia dhe të njihni dashurinë e Krishtit që të kalon çdo njohuri. Pra pikërisht Pali lutet për të rrënjosur në dashurinë e Krishtit. Pra mos harrojmë çka kemi prekur në mësimet e kaluara, që Krishti është vetë Perëndia. I ardhur në mish në Krishtin. Po na thënë fillimisht e fjala, dhe Krishti është fjala e Perëndis. Fjala ishte me Perëndin, fjala ishte Perëndi dhe fjala erdhi në mish dhe është dritë për botën. Dhe identiteti i Perëndis, përveç se na shkruhet në Bibël që është dashuri, Perëndia është dashuri, është dritë dhe nuk ka asnjë farë errësire. Na tregon këtë dashuri më së miri të personifikuar, të materializuar në personin e Jezu Krishtit. Vetë në ardhjen e Tij dhe jetën e Tij si njeri i zakonshëm, por pa mëkat. Dhe Krishti duhet të ishte pa mëkat që të merrte mëkatet tona në kryq. Ky është plani i Perëndis i paracaktuar që prej fillimit të botës, thotë shkrimi. Sepse Perëndia jeton në të kaluarën, tashme dhe të ardhmen, njëkohësisht, pa fund. Ne njerëzit se kuptojmë dot të gjë, prandaj duhet besimi. Ta besojmë që Perëndia është infinit, është i përjetshëm, nuk ka fund dhe mbarim. Kurse ne kemi fillim, zhvillim, mbarim të kësaj jete fizike. Por ama si besimtar, në planin e Perëndis për shpengimin ton, kemi jetën e përjetshme që Perëndia ka premtuar. Dhe këtë ai e bën vetëm sepse na do. Jo sepse e meritojmë, sepse që për Adamit dhe Evës të gjithë kemi rënë në mëkat, të gjithë jemi mëkatar, vetëm Krishti është pa mëkat në njerëzit, sepse Krishti ka dhe natyrën njerëzore dhe natyrën hyjnore. Sikurse ishte profetizuar Mesia. Por Perëndia na deshi dhe na do. Dhe prandaj solli Krishtin, birin e Tij të vdesi dhe të paguaj mëkatet tona. Dhe të ringjallet të tretën ditë, dhe të japi pikërisht të dëshmi të ringjalljes për qindra dëshmitar okular që e pan dhe përsëris. Prandaj kemi dhe ndarjen e kalendarit të viteve para rinjes së Krishtit dhe pas rinjes së Krishtit, sepse u shënua ajo që besonin të gjithë popujt dhe që vërtetuan dhe disa astronom që studionin lindjen e Krishtit, në jepet kjo Ungjilli. Pra u faktua pikërisht pika kryesore e botës. Caktimi dhe vendosja e planit të shpëtimit të Perëndisë për çdo njeri që beson. Dhe pse i themi gjitha këto? Sepse për besimtarin vlen shumë kjo gjë për të ditur. Që pa ditur thellësisht dashurinë e Krishtit, ne jemi të dobët ndaj sulmeve. Sepse i ligu Satani është në punë dhe do na sulmoj, dhe tham, kush betejë e parë është mendja jonë.
do na fusi ide të rreme, sepse janë vetëm ashtrime, ide të gabuara, që nga gënjeshtra e parë më klasike, që nuk ka djallë, nuk ekziston e keqja. Ndërkohë që edhe ne në botë shikojmë për ditë që bota është e mbushur me ligësi dhe padrejtësi. Mjafton shikosh botën dhe ta kuptosh sa e madhe është ligësia, dhe sa shumë shtohet ajo ditë për ditë, sekond pas sekondi shtohet ligësia. Gënjeshtra e dytë që nuk ka Zot, nuk ka Perëndi dhe nuk ka jetë përjetshme. Këto janë klasike dhe pastaj vazhdon me gënjeshtra të tjera. Dhe kështu e mban botën të robëruar me informacione të rreme. Por edhe besimtarët mund të bien në këto gënjeshtra që ne i quajmë herezi me gjuhën e krishtere, pra mësime të rreme, të tipit për shembull që Perëndia nuk të do, Perëndia nuk të ka falur, Perëndia do të të dëshkojë, si themi ne, të vrasë Zoti. Këto nuk janë biblike të dashurisë. Por nëse besimtari nuk e di mirë fjalën e Perëndisë, atëherë të besoj këtë të vërtet shumë thjesht. Perëndia është dashuri. Dhe Krishti pagoi me trupin e tij, me gjakun e tij, për mëkatet tona, sepse na do. Pra jo vetëm na deshi, na do tani, në çdo moment. Nëse ne kemi zgjedhur të mos jetojmë më për mëkatin, për veten tonë, të jetë iluzive, egoiste, por të ndjekim Perëndin dhe të jetojmë si krishterë. Nëse ne do besojmë te kjo dashuri, që buron nga një besim i dëlirë, një zemër të pastër, dhe ndërgjegje të pastër para Zotit. Pra të jemi të hapur dhe të pastër tërësisht para Perëndisë, sepse ai i shet të gjitha, nuk i shmangim dot, nuk i fshehin dot gjë Zotit. Atëherë Zoti do na tregojë këtë dashuri të tij, që ai e ka shpallur në formën më të kuptueshme njerëzore, duke u bërë njeriu në Krishtin. Dhe nëse ne rrënjosemi kaq thellësisht në këtë dashuri të Krishtit dhe bindemi Perëndia është dashuri dhe ja kur ka treguar dashurinë, që Krishti vdiq për ne kur ne ishim në mëkat. Pra Perëndia na deshi i pari dhe tregoi këtë në Krishtin, duke dhënë birin e tij të vdesë në vendin tonë. Dhe të ringjallur për të na ringjallur edhe neve në një jetë të re, një jetë frymërore, pranë dashurisë dhe të vërtetës. Atëherë ne nuk do jemi më të dobët ndaj këtyre sulmeve. Por nëse djalli na akuzon, ne mund t'i thrasim ndërgjegjes tonë duke thënë jo, Zoti mua më do. Zoti më do, Zoti do dhe mëkatarët, dhe nuk do që askush mos të humbas. Do që të gjithë të vinë në njohjen e së vërtetës dhe të shpëtohen, të pendohen për thjerë e Perëndisë. Prandaj dhe Zoti po e lë këtë botë të vazhdojë në ligësi, sepse pret që sa më shumë veta të pendohen dhe nditen në ardhjes së Krishtit që na jepet në Bibël, rikthimit të tij, tashmë jo si shpëtimtar, po si gjykatës. Aty do formohet toka e re, qielli i ri, dhe djalli dhe ëngjëjt e tij do hidhen në ferrin e përgatitur për këta ëngjëj të errësirës dhe të gjithë atyre që kanë shërbyer këtyre forcave të ligësisë aty. Kurse ata që janë thirrur për të qenë dritë për të botë, për të ecur si bijë dhe bija të Perëndisë, ata do gëzojnë përjetësinë pranë atit të tyre qellor. Ky është plani i Perëndisë. Por le të shikojmë pak më tepër. Thamë që Perëndia na do, por ama kemi edhe këtë fjalë në Bibël që e lexuam te ky varg, më tepër se sa mendojmë. Dhe patjetër që ky lidhet edhe me dashurinë e Perëndisë. Perëndia na do më tepër se sa ne mund ta kemi imagjinuar ndonjëherë. Pra po i them që të gjithëve me shqiptërsi para Zotit, Zoti ju do më tepër se sa ju mendoni. Po ju do aq shumë sa ju ka lënë të lirë, na ka lënë të lirë që të gjithëve që të zgjedhim. Të jetojmë me të apo pa të. Pra nuk detyron njeri Perëndia. Perëndia nuk ka krijuar robot që t'japi komanda dhe t'i komandojë. Në asnjë mënyrë ka krijuar pikërisht to gjallësa, sipas shëmbullimit të tij në ato shkrimi. Pra krijues. Dhe duke i lënë të lirë në këtë dashuri, ai do që ne të krijojmë jetë, siç krijojmë familjet tona, siç rrisim fëmijët, siç shoqërohemi me miq, në kish, në punë, kudo. Pra dëshiron që dashurinë e tij ta manifestojë me anën tonë këtu në botë. Dhe nëse mendojmë që Perëndia na do më tepër se sa ne mendojmë, atëherë kemi bërë një hap shumë të madh në këtë luftë shpirtërore, duke i qëndruar sulmeve të Satanit, i cili nuk do lodhet
në mënyra të ndryshme, me njerëz të ndryshëm, me situata të ndryshme, qoftë aksidente, qoftë gjëra të papritura, për ta treguar që ja Perëndia ty nuk të do, po të deshte, nuk të linte pa mbrojtje. E të tjera që mund të jenë dhe subjekt për tema të tjera, dashur miq, por ne kohën e kemi të kufizuar, sepse ende nuk jetojmë në përjetësi, jetojmë në hapësirë dhe kohë. Por ama le ta përsërisim. Le të mendojmë se Perëndia mund të bëjë jashtëmase më tepër se çfarë kërkojmë apo mendojmë. Këtë na thot fjala e tij. Shpesh ne e kufizojmë Perëndin, siç jemi vetë kufizuar. Dhe kufizojmë atë me mendsinë tonë të kufizuar. Pra e fusim Zotin në këto kutit e mendjes tonë. Po Perëndia është pafund të dashur vëllezër dhe motra. Dhe nëse nuk e kufizojmë Perëndin, por kujtojmë të varg që ai mund të bëjë më tepër, madje jashtëmase më tepër, se sa mendojmë dhe kërkojmë. Për fuqisë së tij që vepron në ne. Ku ne njohim fjalën e tij dhe shkojmë drejt tij gjithmonë në lutje. Dhe kujdes lutjet ndonjëherë janë dhe në heshtje, ndonjëherë janë thjesht në mendim. Nuk do të thotë të gjunjëzohesh vetëm apo edhe ato janë shumë të mira. Po mund të lutemi dhe duke ecur, dhe duke qëndruar në shtrat, dhe duke menduar. Pra janë të brendshme lutjet. Atëherë në luftën shpirtërore le të mendojmë që ai ka fuqi të pafund për të vepruar brenda nesh dhe përmes nesh. Së brendshmi dhe së jashtëm. Ne duhet thjesht ta besojmë dhe në lirinë tonë me një zemër të pastër dhe thjesht një ndërgjegje të kulluar para Zotit. Thjesht ta lejojmë atë që ta manifestojë këtë fuqi pafund përmes nesh. Ai mund ta bëjë këtë gjë. Është pafund Perëndia. Dhe për këtë jemi krijuar që ta adhurojmë atë. Ky është adhurimi. Adhurimi nuk janë thjesht këngë që bëjmë në kish. Ato janë këngë adhurimi. Adhurimi do thotë jetosh në këtë marrëdhënie me Perëndin. Dhe çdo gjë që bën e bën bashkë me Perëndin. E bën në frymë dhe në të vërtetë. Dhe është e mrekullueshme kjo që bën Zoti. Lavdi Zotit. Pra tham, lutja është arma kryesore në luftën shpirtërore. Pra tham, së pari besimtari duhet të ketë besim, dhe që të ketë besim duhet të njohë Biblën, pra fjalën e shenjtë, shkrimin e shenjtë, sepse besimi vjen nga dëgjimi, dëgjimi nga fjala e Perëndis. Dhe nëse ai e pranon dhe beson planin e Perëndis, që është ungjilli i Krishtit, për çdo njeri, për shpëtimin e tij, ai merr frymën e shenjtë. Dhe këtë frymë e shenjtë e mban gjallë jo vetëm nëpërmjet besimit, por edhe nëpërmjet lutjeve. Dhe sa më shumë të lutet, aq më shumë afrohet me Perëndin, se Perëndia është frymë, na thot fjala e shenjtë në Ungjil. Madje fryma e shenjtë erdhi te Virgjëresha Mari sipas profecive dhe lindi Krishti. Dhe do të quhet Jezus thot, ose do të quhet biri i Perëndis, sepse ka lindur nga fryma e shenjtë. Kështu që nëse lutemi, sidomos në frymë, pa formula, pa paramendime, pa paracaktime, të lutemi në thjeshtësi si të shkojmë përpara Atit tonë qellor. Ai do na mbushë me këtë fuqi. Dhe shohim këtu sa bukur tek Efesianëve 6:18 që apostulli Paul i lidh të gjitha armatimet e Perëndis me lutjen. Dhe lexojmë çfarë thotë. Duke u lutur në çdo kohë, me çdo lloj lutje. Pra lutja nuk është thjesht ushtrim ose praktikë fetare, të dashur miq. Lufta është arma jon kryesore në fushën e betejës. Dhe kur Pali, apostulli thot, lutuni në çdo kohë, do thot, pra nuk ka pozicionim, nuk ka vendodhje. Nuk do thot të shkosh vetëm te godina e kishës për të lutur. Mund të lutesh kudo. Sepse Perëndia nuk jeton më në tempuj të bërë nga duart e njerëzve, thotë Shkrimi i Shenjtë. Por me anë të frymës së shenjtë ka bërë banesë në këtë tempull, që është trupi ynë. Dhe të krishterët tashmë janë kisha. Ky është tempulli i kishës në Testamentin e Ri, në Vjetrin e Re. Dhe kur lutemi, ne mbushim tempullin me hirin e Perëndis. Mbushemi me dritë. Mos harrojmë ato gjethet e pemëve që marrin dioksidin e karbonit dhe japin oksigjen. Pse e them këtë? Jo vetëm marrin nga Perëndia, po edhe japin. Japim barrët tona, rëndesat tona, stresin, lodhjen, dëshpërimin. Dhe kur lutemi me zemër të hapur, Perëndia i merr tot këshia nëpërmjet lutjes dhe na mbush me të mira. Ne paqen e tij që atë kalon çdo zvarësi e lavdi Zotit.
Dhe vim në fund të këtij mësimi dashur miq, dhe unë dëshiroj, jam lutur dhe lutem, edhe tani që flas në mendjen time lutem që këto fjalë të Zotit t'ju mbushin me fuqinë që vetëm fjala e Perëndisë e ka. Sepse shkrimi na thotë që fjala e Perëndisë nuk është fjalë njerëzish, është e gjallë dhe vepruese, dhe ka fuqinë të depërtojë thellë në shpirtin tonë, duke ndarë shpirtin nga frymërat e liga. Dhe teksa ne lutemi, mund ta përforcojmë fuqinë e fjalës Perëndisë për brenda nesh ta vizorit. Dhe ushtrimi tashmë, kemi arritur në pjesën e praktikës, është të praktikojmë këtë javë duke u lutur me zë, bazuar në shkrimin te letra Efesianëve 3:14-21. Për veten dhe për të tjerët. Pra të marrim si thua të shablon që Pali lutet për kishën e Efes, për apostulli Pal, dhe t'i veshim situatën tonë, t'i veshim karakterin tonë kësaj lutje. Duke lutur për veten dhe për tjerët, por në veçantë t'i kërkojmë Perëndisë forcë të brendshme, dhe jo vetëm lehtësim nga problemet. Pra tham, Perëndia na lehtëson, pra le ta marrim lutjen si marrëdhënie, komunikim ose marrëdhënie. Pra Perëndia merr nga ne dhe na lehtëson, por edhe na mbush me forcën e brendshme. Pra le ta përdorim lutjen për atë që është, jo ritual fetar, por forcimi i kësaj marrëdhënie me Perëndin, lavdi Zotit. Dhe ky është mësimi për sot, të dashur vëllezër dhe motra, unë uroj të jeni bekuar. Mos harroni, mund të më shkruani nëse keni pyetje ose nevojë për këshilla të lidhura me këtë temë te adresa enobariame@gmail.com dhe unë do t'i përgjigjem nëpërmjet një video në këtë kanal. Miru pafshim në serinë e radhës, Zoti t'ju bekojë.